Të nderuar miq, në episodin e 5 Takimet e Utën do të trajtojmë një nga temat më me interes. Do të shpjegojmë në mënyrë shumë të thjeshtë dhe hap pas hapi se si do plotësohet deklarata vjetore individuale të ardhurave ose siç njihet ndryshe diva. Po cilat janë individët që janë subjekti divës? Janë 3 kategori individësh. E para janë ata individ të cilët kanë një të ardhur vjetore nga 1.200.000 lek edhe më lartë, pavarësisht burimit të ardhurave të tyre, pra që mund të jenë të ardhur që vjen nga paga, nga qiraja, nga interesat bankar dhe gjithçka tjetër. E dyta, në këtë kategori për plotësimin e divës vijojnë të jenë individët e dy punësuar, pavarësisht të ardhurave që janë nga punësimi, nëse janë 100.000 lek në muaj ose nën këtë vlerë. Dhe së treti, detyrimin për plotësimin e divës e kanë të gjithë ata individ të cilët kanë siguruar të ardhura, por që nuk janë tatuar në burim. Por cilat janë ndryshimet e divës 2024 në krahasim me një vit më parë? E para kemi një ndryshim në afat. Diva 2023 kishte afatin e plotësimit deri në 30 prill 2024. Ndërkohë, Diva 2024 ka afat plotësimi deri në 31 mars 2025. Pra na ndajnë pak më shumë se 2 javë deri në përfundimin e afatit. Dhe ndaj, unë gjej rastin t'ju rikujtoj të nderuar miq që të respektoni këtë afat. Pasi nëse juve nuk e plotësoni dhe nuk e dorëzoni deklaratën e divës, juve keni një penalitet. Element tjetër në këtë rast që është kemi gjithë përfshirjen e të ardhurave. Pra nëse në Diva 2023 ne kishim si kriter plotësimin e një vlere prej 2 milion lekësh në vit, tashmë e kemi të zbritur këtë vlerë në 1.2 milion lek, por kemi kriterin ose kemi kushin që këtu do përfshihen të gjitha të ardhurat që individi ka siguruar për gjatë vitit 2024. Për të plotësuar divën do të ndjekim disa hapa. Fillimisht do t'ju shpjegojmë se ku gjendet diva dhe më tej si mund të realizojmë plotësimin e kësaj deklarate. Fillimisht, për plotësimin e divës ne duhet të shkojmë në website-in tative.gov.al, që është në këtë rast website zyrtar i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Dhe le të ndjekim me radhë të gjitha hapat që duhet deri në realizimin e divës. Kur të jemi në faqen e website-it zyrtar të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, tatime.gov.al, do të zgjedhim opsionin i shërbime. Më tej do zgjedhim opsionin për individ. Dhe këtu në këtë rast do na shfaqen 2 opsione. Neve kemi të drejtë të zgjedhim një nga këto 2 opsionet. Nëse neve kemi plotësuar edhe më parë deklaratën individuale vjetore të të ardhurave për individët që njihen ndryshe diva, atëherë neve do të klikojmë këtu tek e-filling. Do na shfaqet një tabel në të cilën na kërkon 2 të dhëna. Është emri i poseduesit ose përdoruesit, në këtë rast që mund të shkruhet numri ynë personal që kemi te karta identiteti, që është njëkohësisht dhe numri ynë identifikues. Dhe e dyta, fjalkalimin. Neve mund të hyjmë tek faqja e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve edhe përmes adresës sonë tek e-Albania. Nëse ne jemi individ që do ta plotësojmë për herë të parë divën, atëherë do të duhet të jemi të regjistruar. Dhe do klikojmë këtu për të regjistruar në e-filling. Këtu do fillojmë të plotësojmë të dhëna, që siç e shohim janë të gjitha të dhëna personale, por njëkohësisht dhe të dhëna të detyrueshme që duhet neve t'i plotësojmë në mënyrë shumë të saktë. Emri, mbiemri, atësia, numri personal, që është numri që tham e gjejmë te karta e identitetit, numrin ton të kartës së identitetit, mëmësinë, datën e lindjes, zyrën tatimore ku neve aplikojmë,
adresën e e-mailit, një adresë funksionale e jona, numri i telefonit është një numër opsional, pra një dhënë opsionale, mund ta japim ose jo. Do vendosim një password ose një fjalë kalim, i cili duhet të njihet vetëm nga ne, nuk duhet dhënë individëve të tjerë. Dhe programi ne na kërkon që ky fjalë kalim që të jetë sa më i mbrojtur, duhet të kërkoj të ketë disa të dhëna. Që duhet të jetë për shembull me 8 karaktere, duhet të përmbajë të paktën një numër ose njëkohësisht të paktën një gërm kapitale. Dhe më tej, pasi neve shtypim dhe konfirmojmë që e lexuam dhe bijem dakord me termat dhe me kushtet, neve regjistrohemi. Në momentin që ne u regjistruam ose hymë me të dhënat tona, nëse kemi edhe më parë një adresë në e-filling, atëherë zgjedhim për të plotësuar deklaratën vjetore të të ardhurave. Deklarata vjetore të ardhurave plotësohet për periudhën që aktualisht e kemi vitin 2024 dhe kemi vitin 24 dhe shënojmë GRMA. Është rëndësishme të shpjeguar që në momentin e parë që neve vetë sistemi do na japi pjesërisht të plotësuar këtë deklaratë, pasi aty do kemi të pasqyruar të gjitha të ardhurat tona të siguruara nga punësimi, njëkohësisht tatimet që kemi derdhur deri më 31 dhjetor për efekt të ardhurat që kemi marrë nga punësimi. Duhet jemi edhe njerë shumë të kujdesshëm të nderuar miq, sepse çdo e dhënë që do plotësohet në mënyrë shumë të saktë. Fillojmë me plotësimin e të dhënave individuale, që janë të dhënat identifikuese të individit. Emri, atësia, mbiemri. Numri i identifikimit personal sipas letrës njoftimit të deklaruesit ose ndryshe kartës së identitetit që i njohim. Qytetin, komunën, pra ku banojmë, adresën e banimit. Zgjedhim statusin e deklaruesit, nëse jemi të martuar, i martuar me fëmijë, beqar, i ve, i divorcuar apo kryefamiljar. Dhe njëkohësisht na kërkohen dy të dhënat plotësuese për individin, që është numri i telefonit dhe adresa e e-mailit. Më tej, tek të dhënat plotësuese na kërkohet të dhënat mbi pronësinë e banesës kryesore, që në këtë rast nëse jemi me pronësinë, pra jemi ne me pronësi, nëse banesa ku banojmë është me qira, është falas nga pronari që nuk kuptohet na është lënë pa një pagesë për qiran, ose të tjera. Nëse neve jemi me qira, apo na është lënë falas banesa ku banojmë nga pronarët, do duhet të shënojmë edhe emrin e pronarit të banesës ku jetojmë. Nëse adresa e banimit ku ne banojmë është ndryshme nga adresa e të dhënave identifikare ose identifikuese, pra të dhënat që neve na i jep vetë sistemi, atëherë duhet të shënojmë të dhënat e reja. Njëkohësisht, formulari na kërkon edhe për personat që janë nën kujdestarinë e deklaruesit, për numrin e këtyre personave. Nëse janë persona nën kujdestari të deklaruesit, numri i personave brenda familjes së kujdestarit dhe të tjerë persona në kujdestari. Njëkohësisht datën dhe emrin dhe deklaruesit. Pra, në faqen e parë, përgjithsisht janë të dhëna të përgjithshme individuale të individit. Ajo çka është shumë e rëndësishme është seksioni B, e cila lidhet me të dhënat për llogaritjen e tatimit, shpenzimet e zbrishme dhe llogaritja e tatimit për të paguar. Sërish në këtë rast kemi periudhën tatimore vitin 2024. Në grupin e parë, në seksionin B, kemi të ardhurat bruto. Pra, gjithmonë deklarata plotësohet me të ardhurat bruto dhe jo me të ardhurat neto. Dallimi mes të ardhurave bruto dhe neto është fakti që të ardhurat neto u janë zbritur të gjitha tatimet dhe të gjitha kontributet e paguara nga ana e individit. Këtu do të jemi shumë kujdesshëm. Sistemi neve na përcjell
kuadratin 3 të plotësuar, të cilën unë e kam nënvizuar për të identifikuar, që janë të ardhurat bruto nga paga apo shpërblime nga marrëdhëniet e punësimit. Kjo vlerë na jepet e gatshme nga sistemi, por nëse këto të ardhurat tona janë të ndryshme, atëherë kemi të drejtë që neve ta ndryshojmë këtë vlerë. E dyta, tatimi i llogaritur mbi paga dhe shpërblimet e punësimit. Pra sa kemi paguar ne tatim mbi pagat ose mbi shpërblimet që kemi marrë nga punësimi ynë për gjatë vitit 2024. Të dyja këto të dhënat janë të gatshme nga sistemi. Ndërkohë, neve më pas do plotësojmë të dhënat nga kutia e 5 deri kutinë e 14. Dhe këtu janë të dhënat të cilat përfshihen tek zëri i të ardhurave bruto, që janë të dhëna që duhet të deklarohen për të ardhurat të realizuara në këto zëra, të cilat janë subjekt tatimi në diva. Ne duhet plotësojmë nëse kemi të ardhura nga dividendi. Dividendi në këtë rast duhet tekstuar kur është i shpërndar. Të ardhurat bruto nga qiraja, pra nëse neve kemi dhënë një ambient me qira dhe kemi përfituar të ardhura nga kjo pronë. Në kutinë e 7 shënohen fitimet kapitale nga shitja e pasurive të paluajshme që janë në pronësi të deklaruesit. Pra për gjatë vitit 2024, nëse neve kemi pasur një shitje të pasurisë, neve në këtë rast shënojmë fitimin e nxjerrë nga kjo shitje. Në kutinë e 5 shënohen të ardhurat bruto nga interesat bankar, dhe këtu në rast është rasti kur neve kemi depozita dhe si pasojë depozitave ne kemi fituar të ardhura nga këto interesat bankar. Në kolonën e 9 janë fitimi kapital i krijuar nga investime në tituj apo nga pasuri të paluajshme. Në rastin konkret kur kemi blerje bono thesari, obligacione dhe me radhë. Në kutinë e 10 janë shuma bruto të fituara nga lotari apo lojrave të fatit, nëse je fitues. Në kutinë e 11 janë të ardhurat bruto të siguruara nga pasuria intelektuale që mund të jenë licencat, patentat dhe pasuri të tjera. Në kutinë e 12 është fitimi kapitali nga durimi, pra nëse të është duruar një pronë e ke shitur dhe ke siguruar një fitim. Në kutinë e 13 janë të ardhurat bruto të realizuara jashtë Republikës së Shqipërisë dhe në këtë rast janë të gjithë ata individ që kanë marrëdhënie pune dhe sigurojnë të ardhurat jashtë Republikës së Shqipërisë, ku ndërkohë deklarimin e të ardhurave e bëjnë në Shqipëri, se janë aty rezidencë apo jo. Dhe e fundit janë të ardhurat bruto që janë fituar, por që nuk përfshihen në zërat e sipërcituar. Kutia e 15 është shumatorja e të ardhurave bruto nga kutia e 5 që janë të ardhurat bruto nga dividendi deri te kutia e 14 të ardhurat bruto të tjera që nuk janë përmendur në këto kuti që cituan, por këtu përfshihen edhe të ardhurat bruto nga paga apo shpërblimet nga marrëdhënia e punësimit që është kutia e 3. Pra, kutia 15 është shuma e të gjithë të ardhurave bruto që neve kemi realizuar gjatë vitit 2024. Mëtej, vijojmë me plotësimin e asaj që njihen ndryshe si shpenzimet të zbritshme. Dhe shpenzimet të zbritshme janë dy kategori. Është shuma e interesit bankar të kredisë së marrë për shkollim, dhe theksojmë interesi i paguar për kredim për shkollim, dhe jo principali i paguar për kredim për shkollim. Dhe e dyta janë shpenzimet për mjekim që vetë deklaruesi ka realizuar për vete, fëmijët apo personat në kujdestari, por me kushtin që janë shpenzimet të pambuluara nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor. Kutia e 18 ka shumën totale të shpenzimeve të zbritshme në kutinë 16 dhe 17. Mëtej vijojmë me tatimin e llogaritur për të paguar. Në kutia 19 janë të ardhurat e tatueshme pa të ardhurat e punësimit,
pra në këtë rast që është kutia e 15 që kishte totalin e të gjitha të ardhurave bruto, zbriten të ardhurat e punësimit. Dhe njëkohësisht, këtu bëhet dallimi nëse këto të ardhurat janë më të vogla ose të barabarta me një vlerë prej 1.050.000 lekësh. Ndërsa në kutinë e 20 është tatimi i llogaritur për të ardhurat e tatueshme, që në këtë rast është kutia 19, pra ajo që sapo cituam, shumëzim me 15%. Këtu të nderuar miq, do të doja të bëja një shpjegim të shkurtër. Pasi në Republikën e Shqipërisë, ligji parashikon 3 kategori të ndryshme tatimi. Ligji parashikon tatim mbi të ardhurat individuale, që janë nga punësimi nga 13 deri në 23%. Ligji parashikon në këtë rast tatim mbi dividendin, që është 8%, dhe ligji parashikon tatim mbi të ardhurat në burim, që është 15%. Pra, kur llogaritet tatimi në diva, nuk llogaritet i gjithë si tatim punësimi, i cili të shërbej më pas fashës 13 deri në 23%. Por në këtë rast ndahet sipas kategorive. Dhe në kutinë e 20 është tatimi llogaritur për të ardhurat e tatueshme si të ardhura në këtë rast, e cila janë të gjitha të ardhurat bruto, shumëzim për 15% në të cilat janë në këtë rast të ardhurat që cilat i sapo cituam. Pra, nuk përfshihet në këtë 15% të ardhurat nga punësimi, sepse të ardhurat nga punësimi kanë një normë tjetër tatimore që janë 13 dhe 23%. Mëtej, kemi përplotësuar tatimin e paguar për gjatë periudhës tatimore 2024. Pra, ligji të kërkon të deklarosh se çfarë tatimesh ti ke paguar për gjatë 2024-s, për të gjithë zërat e të ardhurave bruto që ke fituar. Në kutinë 22, neve përcjellim tatimin mbi të ardhurat bruto nga paga dhe shpërblimet nga marrëdhënien e punësimit, pra sa kemi paguar gjatë 2024-s. Mëtej, nëse neve kemi paguar tatim për dividendin, nëse kemi paguar tatim për qeran, nga kutia 23 janë ato që njihen ndryshe tatimet në burim. Përgjithsisht, tatimet për dividendin, për qeran, normat e interesit dhe merat, të gjitha ato tatohen në burim përpara se qytetari ti marri të ardhurat neto të tij, por qytetari ka detyrim ti deklarojë në diva. Në kutinë e 23 kemi tatim mbi dividendin, që është paguar, tatim mbi qeran, që kemi paguar, tatim mbi fitimet kapitale nga shitja e pasurive të paluajshme që kemi paguar, pra është rasti që tham kur kemi bërë shitje në një shtëpie, ne në këtë rast e kemi detyrim derdhjen e tatimit në burim. Nëse ne nuk e kemi derdhur, kur kemi shitur pasurinë, atëherë kjo e ardhur do jetë subjekt tatimi për divën. Kemi më pas tatimin mbi interesat bankar, në momentin që neve kemi marrë interesat e një depozite në banka kur na kalon vlerën e interesit të fituar, ne kalon me minus 15% që është tatimi në burim. Por ne kemi detyrimin për t'i shnuar në diva. Vijoj më pas me tatimin mbi fitimin e kapitaleve të krijuara, tatimin mbi fitimet nga gjithë kategoritë apo lojrat e fatit, tatimin mbi të ardhurat bruto nga të ardhurat e rubrikës 11 në këtë rast, që cekëm dhe më lartë, tatimi për të ardhurat nga fitimet e kapitalit, tatimet mbi të ardhurat e tjera të cilat nuk përfshihen në këtë zëra që neve kemi cekur, për të vijuar më pas me tatimin mbi të ardhurat bruto të realizuara jashtë Republikës së Shqipërisë. Dhe në kutinë 33 kemi kreditimin e tatimit të huaj. Dhe këtu në këtë rast kemi parasysh nëse neve, kur kemi fituar të ardhura jashtë Shqipërie, neve do shënojmë nëse jemi tatuar në atë vendin kur neve kemi fituar këto të ardhura. Për shembull, një individ ka fituar të ardhura në Itali. Nëse këto të ardhurat e fituar në Itali ato janë shënuar,
sepse janë mbajtur në shtetin italian, atëherë ne kemi detyrimin që këto të ardhurat t'i deklarojmë si ardhur bruto, por duhet të deklarojmë dhe sa tatim kemi paguar në shtetin italian. Sepse nëse neve kemi paguar në shtetin italian më pak tatim se sa duhet të paguanim në Republikën e Shqipërisë, atëherë ne paguajmë diferencën. Por nëse neve kemi paguar tatim në shtetin italian, nuk kemi detyrim të paguajmë një tatim të dyfisht, sepse Shqipëria në rastin e Italisë kemi një marrëveshje të tatimit të dyfisht që do thotë një individ nuk tatohet dy herë, edhe në shtetin e origjinës, edhe në shtetin ku ai ka fituar të ardhurën e tij. Tatohet vetëm një herë. Në rastin konkret, kur ky tatim është më i ulët se sa ai që duhet pagonte në Shqipëri, neve duhet paguajmë diferencën. Por nëse neve kemi paguar dhe është më i lartë ose i barabartë, atëherë ne nuk paguajmë tatim për këtë të ardhur të fituarja e Shqipërisë. Në kutinë 34, ne kemi shumën e tatimit të paguar, që është në këtë rast nga kutia 22 deri te kutia 32, pra të gjitha tatimet që tham, për të gjitha të ardhuar që ne kemi siguruar, përfshirë këtu edhe marrëdhëniet e punësimit. Kutia 35 është kutia ku ka të pasqyruara tatimin e detyruar për të paguar, që në këtë rast është tatimi i llogaritur në kutinë 21, zbritet tatimi i paguar në kutinë 34, dhe kutia e fundit, që është kutia 36, ka tatimin e paguar tepër, që është kutia 34 minus kutin 21. Pra nëse neve kemi paguar më tepër, çfarë duhet paguani? Nëse kemi paguar, do thotë është një detyrim që drejtoria e përgjithshme tatime do na e kthej. Por nëse detyrimi për të paguar është më i madh se sa tatimi që kemi paguar, kjo diferencë është një diferencë në këtë rast që do duhet të paguat nga ne. Mëtej, shënojmë sërish emrin e personit deklaruesit, datën edhe firmën. Të nderuar miq, kjo ishte gjithçka që do t'ju duhet për të plotësuar divën në mënyrë të saktë edhe pa gabime. Sjellim sërish në vëmendje që afati i fundit për plotësimin dhe dorëzimin e divas është 31 marsi 2025. Mos e lini plotësimin e divas për momentin e fundit. Plotësojeni atë tani dhe shmangni penalitetet. Të nderuar miq, për të ndihmuar sa më shumë qytetar, unë ju ftoj të shpërndani këtë video. Nëse keni pyetje për plotësimin e divës, mos hezitoni të lini koment. Të nderuar miq, në pjesën e dytë, takimet e utën, do t'ju përgjigjemi 3 pyetjeve që ju na keni adresuar për divën. Pyetja e parë: a janë remitancat subjekti divës, pra duhen deklaruar ata si të ardhura për t'u taktuar? Përgjigjja është jo. Remitancat nuk janë subjekt për divën. Pasi në kuptimin ekonomik, remitancat janë transferimi i pasurisë ose i të ardhurave të emigrantit nga vendi ku ai banon ose ka rezidencën deri në vendlindjen e tij. Pra, remitancat janë dërgesat e emigrantëve dhe nuk janë të ardhura që individi, subjekt deklarim i divës i fiton në mënyrë që ato të jenë të tatueshme dhe të deklarohen në diva. Pyetja e dytë është: ligji për të ardhurat, cilat shpenzime të zbritshme njeh? Përgjigjen e pyetjes do ta ndaj në 2 pjesë, pasi edhe vetë ligji njeh 2 palë shpenzime të zbritshme për 2 periudha të ndryshme. Në vitin korrent, në 2025, kur neve kemi afat për plotësimin e divas deri më 31 mars 2025, kohë e cila duhet korrespondoj edhe me dorëzimin e divas, njihen 2 kategori shpenzimit të zbritshme. Shpenzimi i parë janë normat e interesit që janë paguar nga individi për marrjen e një kredie për shkollim, për vete, për fëmijët apo për individët që ai kanë në ngarkim. Pra e theksojmë edhe një herë, të nderuar miq, paguhet vetëm norma e interesit dhe jo në këtë rast principali i kredisë që është marrë për shkollim. Ndërsa kategoria e dytë e shpenzimeve të zbritshme janë shpenzimet për mjekim që individi ka realizuar për vete, për fëmijët apo persona që nuk kanë në ngarkim. Dhe ligji e kërkon në këtë rast që këto shpenzime zbriten kur janë shpenzime të realizuara jashtë sistemit të sigurimit shëndetësor publik dhe sipas gjithë kritereve që ka përcaktuar vendimi i Këshillit të Ministrave.
Ndërsa, duke filluar nga 1 janari 2026, ligji për të ardhuar parashikon dhe 2 kategori të tjera shpenzimesh të zbritshme, të cilat do të zbriten në DIVA 2025. Dhe këto janë: e para, shpenzimet e shkollimit për vetë individi deklarues i DIVA-s, për fëmijët e tij apo edhe për personat në ngarkim. Dhe e dytë, si shpenzimi i zbritshëm, do të njihet edhe një kompensim në një vlerë 48.000 lekë për çdo fëmijë nën moshën 18 vjeç. Ky shpenzim i zbritshëm, pra ky kompensim për një vlerë 48.000 lekë, do të zbritet vetëm njërit prind. Pra nëse rastin e kemi një familje, ose në këtë rast kur kemi një çift me fëmijë, dhe zbritet një herë në një deklarim, dhe zbritet tek një prind dhe kryesisht te prindi që ka të ardhurat më të larta. Prindi në këtë rast, për shpenzimet e zbritshme, ose individi deklarues për shpenzimet e zbritshme, ka detyrimin që të dokumentoj të gjitha këto shpenzime të realizuara. Pyetja e tretë që është: cili është penaliteti kur realizojmë dorëzimin e DIVA-s me vonesë? Penaliteti për deklarimin dhe dorëzimin e DIVA-s me vonesë është 3.000 lekë. Por të nderuar miq, ju duhet jeni shumë të kujdesshëm në plotësimin e DIVA-s, ta bëni sakt dhe pa gabime në mënyrë që të mos keni penalitete për pasaktësinë e saj. Për deklarim të vonuar, siç e theksuam, penaliteti është 3.000 lekë. Ndaj, neve ju këshillojmë të mos humbisni asnjë moment, asnjë kohë për plotësimin dhe dorëzimin e DIVA-s. Dhe njëkohësisht ju ftojmë dhe jeni të mirëpritur që të mund të na pyesni por çdo paqartësi që ju e keni për plotësimin e DIVA-s, dhe ne do t'ju përgjigjemi në kohën më të shpejtë. Të nderuar miq, ky është takimi ynë për sot. Për të marrë njoftimet në kohë reale dhe për të na ndjekur, unë ju ftoj të abonoheni në kanalin tim në YouTube, të pëlqeni dhe njëkohësisht të bëni komente. Deri në takimin e radhës, miru takofshim.